Faleminderit shumë. Çdo gjë u tha. Ky është problemi im. Por jam këtu si të themi si një mike e vendit tuaj, e qytetarëve tuaj, një mike e përjetshme, sepse unë kam parë që nga fillimi dhe herën e parë që kam qenë këtu ka qenë në fund të vitit 1991 dhe takova për herë të parë Sali Berishën në Bruksel, që ishte dhe u takuam në grupin e EPP-s dhe më prezantuan Sali Berishën si dikush që po bën demokracinë në këtë vend dhe ai e kreu. Në mes ka patur shumë probleme, por mendoj se çfarë është tani? Çfarë është ndryshuar tashmë dhe çfarë është europiane është bërë pikërisht në 10 vjeçaret e fundit të qeverisë Berisha. Dhe dini, jo gjithmonë ka patur lidhje miqësore, kemi patur edhe probleme që patur me njëri tjetrin, por nëse je i hapur, nëse shikon tek njerëzit, duhet të thuash të vërtetën. Dhe nuk ka rëndësi nëse është në avantazh politikanëve ose jo, dhe mendoj se Shqipëria në kohë shumë të vështira ka patur shansin që të jetë antare e Bashkimit Evropian. Nëse në vitet e fundit të paktën nëse një pozicion i tillë është marrë nga një njeri si Rama që i pëlqen vetja, por jo njerëzit. Dhe erdha në Tiranë dje dhe thash, më duhet të gjej zemrën e Tiranës. Por zemra e Tiranës ishte shkatruar që në fillim të Covidit nga Rama, që ishte teatri kombëtar dhe ne luftuam së bashku. Dhe asnjëherë nuk mund ta kuptoja që një lideri i një vendi që e quan dhe veten artist bëri atë çfarë kreu. Dhe mendoj se është një turp, por në një farë mënyre është një pamje e këtij personi. Dhe si rrjedhoj, ju uroj shumë që të gjitha angazhimet e Albanës dhe të atyre që mbështesin pikërisht Partinë Demokratike të kenë në fund të majt, në mesin e majt, të paktën të kenë një rezultat shumë të mirë që ky vend të mund të jetë për të ardhmen një shtëpi për vetë qytetarët, edhe në fshatin tim të vogël, me 6.000 banor, 100 shqiptarë jetojnë aty. Imagjinoni dot. Dhe jam punëtor, po përpiqem që të bëjnë më të mirën për fëmijët e tyre. Edhe kujdestarja e shtëpisë sime është një shqiptare, Junida, dhe ju çoj të falet e saj. Dhe e shikoj që Shqipëria po humbet gjithmonë e më shumë të rinjt, familjet e reja që mund të jenë e ardhme e ndritur e këtij vendi. Dhe si rrjedhoj, jam plot me vlerësime për punën që gratë këtu në leadershipin e Albanës kanë bërë në vitet e fundit. Dhe veçanërisht kur kjo parti, që është partia e parë për ne, ka patur tashmë vështirësi që nuk dua t'i kthehem, por mendoj se çfarë më bën të qaj është që në këtë vend ku sistemi i drejtësisë duket se është i ndershëm dhe i bukur nga jashtë, është një vend ku drejtuesi i partisë dhe i qytetit ishte në arrest shtëpie. Dhe ishte një deputet i cili ishte për një vit e më shumë drejtuesi i opozitës ishte në arrest shtëpie dhe tani dikush tjetër që është në burg. Për çfarë? Mendoj se sistemi i drejtësisë është i keq përdorur në këtë vend. Në një atë mënyre që askush, as vetë presidenti i komisionit, as komisioneri që është tani që është përgjegjës për zgjerimin, duhet të mbyll syt. Dhe duhet të shikojnë dhe duhet të vënë një emër dhe njerëzit që me të vërtetë janë të interesuar në një të ardhme më të mirë të këtij vendi. Ata duhet të ndihmojnë që ta menaxhojnë situatën
Dhe prandaj ishe shumë falenderuese që Komiteti Ekzekutiv i EPP-s së Grave të vinte këtu përpara zgjedhjeve për të treguar që ju jeni kolegët tona, ju jeni shoqet tona. Dhe kjo është diçka. Dhe unë isha presidente e EPP-s së Grave EPP dhe kur isha presidente atëre mendoja që ta mbaja Partinë Demokratike në radhët tona. Dhe ne takuam Albanën si zëvendës presidente, prandaj e bëm Albanën si zëvendës presidente e EPP-s së Grave dhe gjithmonë i dha paktën një fytyrë. Dhe isha shumë falenderuese për gratë në parti që më ndihmuan edhe mua që arrita të bëj çfarë bëra. Dhe tani PD-ja është kthyer tek vetë PD-ja, edhe vetë Berisha tashmë është pjesë e aleancës me CDU-n në konferencën tonë të madhe dhe mendoj se lideri i ri shprehën herë tjetër do të jetë kancelari Friedrich Merz. Unë jam 99.99% e sigurt dhe mendoj se do të kemi dikë që ka sytë e hapur për të parë këtë vend dhe për t'i vënë emrin gjërave dhe nuk ka për të parë thjesht vetëm qeverinë dhe është e papranueshme për mua. Dhe prandaj jemi këtu për të treguar së bashku se si këto gra këtu, ato janë të fuqizuara. Nuk kemi nevojë pse t'i japim fuqi atyre, sepse ato e kanë. Por problemi është që në vendet tona, dhe unë vi po prapë nga Gjermania, e shikoj se si gratë në një situatë të tillë po shikojnë me distancë politikën, sepse janë në një situatë që janë gjatë gjithë kohës, janë shumicën e kohës në media sociale. Jo gjithmonë i adresojnë gjërat drejt ashtu siç duhet dhe ne po përpiqemi shumë që të jemi së bashku për ta bërë njëra tjetrën sa më të forta dhe kurdoherë që të jemi dhe jam i sigurt që këtu në Shqipërinë ju do t'ja arrini që të fuqizoni njëra tjetrën dhe ne do t'ju ndihmojmë dhe faleminderit shumë të gjithëve që keni ardhur këtu. Faleminderit të dashur Doris. Largohet shumë shpejt, pra po ja kaloj fjalën me një herë. Faleminderit shumë doktor që jeni këtu me ne.